Çdo histori që merrem duke punuar, për fat të keq më rezulton që ka një inkriminim të shoqërisë gati deri në qelizë. Por pritu se nuk mund të kalojë thjesht kjo. Një inkriminim të shoqërisë deri në qelizë. Po. Ne jemi shoqëri inkriminuar? Për fat të keq po. Kjo është deklaratë shumë e rëndë. Ti e the edhe në fillim se the ende nga fundi, na trondite. Por më lejo të them fakte dhe prova ose historimet të cilat janë përballur, ku nuk e gjen asnjë vend tjetër, qoftë edhe të Ballkanit. Në këtë vendin ton këtu ka nëna, ka dhe gra, të cilët çojnë burrat e tyre, çojnë fëmijët e tyre në emër të paras për të punuar apo në emër të një luksi, për të punuar në të ashtu quajtura shtëpi bari. Nënat Dal, se do thënë kjo po më trondit. Kjo është e vërteta. Që të çojnë fëmijët dhe burrat e tyre, sidomos fëmijët. Kjo është më e rëndë. Edhe burrat i çojnë të punojnë në një shtet të huaj për shtëpi bari. Do të thonë nuk i thon puno në Shqipëri, puno, mund të punojë edhe në emigracion, një punë të ndeshur. Po më thuaj Olandi, kush është morali që kemi ne? Cilat janë vlerat e shoqërisë tonë? Kush vlen sot aktualisht? Çfarë çuam ne në parlament? Kush është personi apo qoftë vajza apo djali që është i vlerësuar në shoqërinë tonë? Kjo është shumë drejtë. Kush është i respektuar sot? Ai që punon? Ai që jeton me integritet? Apo persona të cilat kanë një biznes, quhen të suksesshëm dhe ajo që e shoqëron zhargonin e komunikimit është i Zotit dhe ja ka dalë. Po si funksionon kjo nëna pasaj kur i arrestohet djali dhe burri? Knaqen me jetën e luksit dhe më pas vuajnë dhimbjen e humbjes së fëmijës së tyre. Për fat të keq, askush nuk diskuton se çfarë ndodh me ata djemë të rinj që përfundojnë në duart e krimit. Askush nuk flet për ato vajza që bëhen pjesë e krimit. Ajo që komunikohet dhe ajo që flet është jeta e luksit që këta jeton. Shohin me makina të bukura, shohin me të veshur me marka shumë të kushtueshme dhe kjo është ajo që bën cili. Sepse ajo që bërtet të ky vendi jon, Landi, nuk është më e mira, por është e keqja. E keqja në kuptimin e luksit dhe ne i quajmë sa të zot janë këta. Pra, kjo është arsyeja pse unë po them që për fat të keq shoqëria shqiptare ka shkuar pak nga pak drejt kriminalizimit dhe janë të pak njerëzit që bërtasin. Më lejo të them edhe një shembull, më ka rastisur të shkoj në Riga, që është kryeqyteti i Lituanisë. Lituanisë. Po. Diku nga vitet, të themi pas viteve 2000, edhe aty nisi, si të thuash, kontrolli i qytetit, qoftë sepse është dhe përplasje që kanë edhe me ish Bashkimin Sovjetik apo dhe me Rusin. Për injektimin apo infiltrimin apo ardhin qoftë të grupeve kriminale po të ashtu quajturave oligark. Dhe qyteti u ngrit në protesta masive. Sot Riga ka shpëtuar dhe është kthyer në një nga qendrat më të themi paktën në dijenin time, në një nga kryeqytetet ku gëlon teknologjia, gëlon zhvillimi ekonomik. Por ajo shoqëri, ata banorë aty i than stop krimit, i than stop korrupsionit. Tu kush i thotë Lindit? Ky është problemi me Shqipërinë. Do të thonë me këtë që thua ti, janë më pak ata që e përjashtojnë këtë lloj mënyrë jetese. Ndërsa këta janë më shumë. Nëse qoftë do të thoshim përqindje, në shoqëria jonë, sa përqindje është e inkriminuar Lindita? Këtu nuk, këtu studime të thelluara. Këtu duhet studime të thelluara dhe për fat të keq, nëse do ta vazhdojmë analizën tonë të diskutimit, ne kemi për shembull, kemi institucionin e studimeve të statistikave. Po të hapim se neve si gazetar na lind puna të shohim. Çfarë statistika gjejmë aty? Janë statistika thuajse të palexueshme, në kuptimin o do shohim arritjet e qeverisë, kushdo qeveria në pushtet, por jo të dhënat të cilat janë të përpunueshme. Nga krau tjetër, ne kemi qytet, ky vend jon ka dhe universitete, ku ka universitete të psikologjisë, të studimeve sociale. Ke parë ndonjë raporti? Kemi e fakultet ekonomia. Ke parë nga këto
universitetet të vijë një raport mbi të cilën të paktën të hidhet diskutimi mbi paranë e kriminuar që injektohet në ekonominë shqiptare. Të vetme studimet të cilat ne si gazetari jemi të detyruar të shohim janë ato internacionale. Kur thotë e vendosin Shqipërinë në vendin kryesor të Ballkanit të injektimit të parave të pista. Vim te operacioni Ura. Në një intervistë që unë i ka marrë Pierluigi Vinjës shumë vite më parë, kryeprokurorit antimafjes italiane pasuesit të Giovanni Falcones, më tha një shprehje që nuk e kam harruar dhe më ndjek gjithmonë në analizat që bëj her pas here rreth anave të ndryshme të krimit të organizuar. Nëse kapen 1 kilogram drog, mendoj që kanë kaluar 5. Pyetja ime, Linda, kemi 52 urdhra arreste, me tyre 40 shqiptarë dhe 12 italianë. Dhe kjo quajt organizata më e madhe që zbuluar ndonjëherë. Kaq ky është sa organizata të tjera kemi pa u zbuluar? Kjo është pyetja. Unë prapë do të thoja, kjo është një operacion që duhet mbështetur edhe duhet të thënë gjithë fjalët e mira. Sepse në fundit aktualisht kemi një të themi institucionet ligjbatuese po kryen detyrën e tyre. Domethënë ju e vlerësoni këtë bërim. Çdo veprim, SPAK, antimafia italiane dhe policia, sigurisht. Çdo veprim që bëjnë organet ligjbatuese duhen respektuar, duhet lënë kohën e tyre dhe se kohë për të gjykuar ka më pas. Çështja është aktualisht të themi fjalët e mira. Çështja që në gjykimin tim duhet vlerësuar është si do procedohet. Si do vijoj? Sigurisht, se ky është problemi. Sepse të lëshosh urdhër arrestet është diçka tjetër, është një gjë. Të provosh elementet e tyre penal, të provosh aktivitetin kriminal të grupeve. Do të thotë gjykata. Sigurisht, por para se të shkojmë te gjykata, duhet të sërish ta ngrim pikpyetjen tek prokuroria. Prokuroria sa do jetë në gjendje për të provuar aktivitetin e tyre kriminal. Sepse në zhargonin ton, Landi, kam përshtypjen bëhet sërish ne bëjmë gabime. Kur del një vendim gjykate, ne ose media apo dhe publiku merr dhe gjykon dhe vlerëson gjykatën. Ndoshta edhe me faktin sepse është ai gjyqtari aty që lëshon firmën fund fare për të thënë për të lëruar apo për të rrëzuar një kërkesë të prokurisë. Rrallëherë hidhet diskutimi për të thënë sa prokurori ka bërë punën e tyre. Mua më rezulton me 10 raste, me operacione po kaq të suksesshme që ne i deklarojmë sot, kur shkojnë në gjykat, kam firuar çështjet, kam përfunduar njerëzit të cilët jo vetëm lirohen, por para drejtësisë provat sigurohen vetëm për zinxhirin e ulët të sistemit të korruptimit apo të grupit kriminal. Jo kokat. Jo kokat. Dhe unë këtu, nëse do ta vazhdojmë historinë, jam me 10 raste me të cilën ne mund të përmendim. Mund të përmendesh disa? E mban mend historinë e operacioneve të suksesshme të call centrat. Dhe aty kanë qenë, mos gaboj, janë lëshuar 120 masa arresti. Call centrat në Shqipëri gëluan në vitet 19-2023. Dhe parat që gjeneroheshin nga call centrat, Landi, janë shumë më të mëdha se sa trafiku i lëndëve narkotike. Më të mëdha? Absolutisht shumë më të mëdha. Dhe çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? E kam ndjekur këtë procesin, jo vetëm për faktin sepse me OCCRP, Organized for Crime and Corruption Project, ne patëm. Unë dua të them diçka dhe të saktësoj se unë prezantova si gazetare, po ti je drejtuese dhe e portalit shtek.org, i cili është një portal shumë i rëndësishëm dhe nuk ka thjesht lajme, po mua më pëlqen për natyrën investigative të çështjeve. Dhe kjo është një hap para e shumë portaleve dhe mediave në Shqipëri. Në fakt, shtegu krijua pikërisht për këtë arsye. Për t'i dhënë, për të publikuar, për të pasur një dritare, për të pasur një shteg, jo vetëm Linda, po çdo gazetë. Më kush e Linda. Linda. Do të Linda.org. Po, në fakt është shtek.org. Është shtek.org me idenë që çdo gazetar, çdo kush, edhe unë i bëj thirrje se ai që më vjen çudi Landi me shoqërinë shqiptare dhe kjo e krahasuar qoftë me shoqërinë europiane apo me shoqërinë ballkanase. OCCRP, që është rrjeti për raportimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ka pasur shumë herë leaks materialet, që rrjedhin materialet dhe i besojnë gazetarëve.
dhe për rastin e call centrave, ne kishim mundësi të siguronim në vetë të parë informacion eksakt se çfarë ndodhte në këto qendra. Dhe në fund si përfundoi Linda? Përfundoi në burg, aktualisht janë arrestuar vetëm 3 persona. Do të thënë nga 100 te 20, janë vetëm 3 persona. 3 persona. Po flasim për qendrën Milton Group. Po flasim për qendrën që në Shqipëri kishte drejtues politik kryesor dhe nuk ishte një drejtues i çfarëdoshëm, ishte këshilltari i Ministrisë së Mbrojtjes. Dhe një person i cili në të shkruarën e vet kishte aktivitet me drejtues ose me familjar të numrit 1 të shtetit shqiptar. Kush është ky? Zotëria quhet Hamand Josifi. Hamand Josifi që është në kërkim. Dhe është në kërkim. Dhe kush ka përfunduar në Burglandi? Është një grua e cila ka masën e arrestit në shtëpi, por pret një vendim të formës së prerë, dhe bashkëshorti i saj dhe 2 persona të tjerë që ishin në nivelin teknik. Do me thënë, ata ishin personat që u vendosën për Milton Groupin, unë kam pasur mundësi të futem dhe aty. Dhe në qoftë se kjo shoqëria shqiptare ne kemi përjetuar, të themi, kemi përjetuar 97-ën, kemi përjetuar skemat piramidale. Në qoftë se unë do të konsideroja një skeme dytë piramidale për shoqërinë shqiptare, kanë qenë call centrat land. Sepse jam përballur me të rinj që gënjenin, e dinin shumë mirë që po mashtronin. Po sa lek po mbyshin? Atëherë, ishte në skema landi. Niveli i parë funksiononte me vetëm duke që quaj ata ushtarët e parë që vetëm bënin telefonatat, ata kishin një pagesë që shkonte në 1.000 euro. Tu ishte inkriminimi i kësaj shoqërisë tonë që vazhdonte, dhe po flasim për një brez të ri. Kush ishte në gjendje të krijonte depozita të mëdha, që mund t'i vite qytetarëve të huaj, mbi të themi, ka njerëz që kanë humbur miliona euro. Këta shpërbleheshin. Lande ti e dish, unë e di shumë mirë që ti njeh historinë, lexo librat, por edhe je një sy vëmendshëm ndaj filmit. Të kujtohet filmi Gebsi i Madh? Po, patjetër. Festat e mëdha apo Wall of Street? Po. Në këto call centra kjo ishte teknologjia, ose kjo ishte narrativa, kjo ishte mënyra e joshjes. Nëse ti vjet, nëse ti bën para më shumë, unë të marrë dhe të shpërblej. Festat të çmendura bëheshin aty. Dhe sot kush është dënuar? Po të them, është një vajzë dhe një burr, të dy, që punë të tyre, dhe unë kam folur dhe me ekspert ose njerëz të shkolluar mirë që njohin teknologjinë. Ata janë një mendje e bukur. Thjesht Beautiful mind. Si Gjonesh. Thjesht gjendën një mundësi, por nuk ishin këta fajtorët kryesor. Pra, për ta rikthyer tek tema, vërtet është një operacion i suksesshëm. Tani ne për ta bërë këtë kthimin çik më ndryshe, ne do kemi një publicitet, domethënë është një reklam për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV dhe kthehemi sërish. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë shpejt, kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimi Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës së shorteut që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra, në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit edhe një herë faleminderit Manigrama Kinvest. Linda, tani vim te dosja e operacionit Ura. 52 urdhër arreste, në fakt për shoqërinë shqiptare duket një numër i madh, po ju e hodhët poshtë me 120 atë të call centrave, kjo zhvlerësohet për nga numri flas. Po ke pasur dhe operacione të tjera, pra të lutem Gjuasolla në vëmendje, është numri nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Në gjykimin tim. Megjithatë, kur e dëgjojmë kështu 52 urdhër arreste, nuk është pak, Sigurisht, por ama po nuk është ky numri më i lartë.
Jo, po ti ke pasur, ke dhe dosjet kriminale të operacionet, se kanë dhe emra të themi interesant. Dosjet në të cilën vunë në qendër të sulmit të themi grupet kriminale në Elbasan. Po ashtu dhe grupet kriminale në Sa kishin ato numër? Unë e di që ti pëlqen statistikat, po unë vetëm në statistika si jam e mirë, kështu që... Jo, flasishim më shumë se 52. Duhet them, qoftë dhe nga pesha, një numër i konsiderueshëm. Vinte operacioni Ura. Po. Tani, çfarë përfaqësonin këta emra, këta 52 emra? Janë profile të larta të krimit, apo mos nga ajo që ju thatë pak më lartë, fillon kështu me bujë dhe përfundojnë pasaj te një vajzë te burri saj në arrest shtëpie? Sigurisht, më hajë sa unë kam mundur të lexoj dosjen, po kemi parasysh që gjithmonë këta janë persona të dyshuar, që dyshohet sipas mirë, prokuroria Spaku tani kur sigurisht, po në fundit ne si gazetar duhet të themi edhe faktin që janë persona të dyshuar dhe është gjykata ajo të qenë korrekt. Ky është statusi i tyre. Ky është statusi i tyre. Sigurisht që ndër vitesh, për shembull, është folur familje Troplinit, që kanë qenë personazhe ose biznesmen, në dijenin tim ata kanë edhe biznese përtej Shqipërisë. Po ta riformuloj pyetjen. A mund të thuash me emra? Domethënë nuk e di nëse mund të thuash me emra. Cilat janë personazhet e dosjes? Atëherë, personazhet e dosjes që për të cilën qoftë institucionet ligjzbatuese italiane, por edhe Shqipëria, ata vendosin në qendër familjen Troplini. Dhe sipas dosjes, personi kryesor i cili ka arritur të menaxhojë, të themi, të tërë strukturën e trafikimit të lëndëve narkotike nga sigurime nga vendet e Amerikës Latine drejt Europës është, të themi, Çoba. Një personazh që asnjëherë nuk ishte i njohur në, të themi, për organet ligjzbatuese, për policinë apo për prokurorin. Pra kishte një profil të pastër në të tërë drejtimin e tij. Në dosje thuhet që ky person kishte arritur nga Durrësi të krijonte dy grupe paralele, një në Durrës dhe një në jugun e Italisë, sepse duheshin shpërndar. Po sigurisht aty kishin dhe dhe shtetas italian në të cilët merret. Pra, përveç familjes, të themi, Troplini dhe zotit Çoba, se duhet i themi që akuzohet, janë një sër njerëzish të cilët punojnë për llogaritë të tyre. Dëshmitarët e drejtësisë kanë thënë që strukturat që punonin apo personazhet që punonin në lidhje me ta kishin dhe një pagesë që shkonte deri në 1.000 euro. Pra vetëm për të qenë në linjën apo për të punuar me këtë grup kriminal. Do kishin pagesë kishin pagesë fikse. Mujore. Gjithmonë sipas dosjes së policisë. Po kështu, të njëjtin gjë vazhdonte edhe në Itali. Por ajo me të cilën unë në dijenin time, sa unë kam lexuar dhe sa unë kam vepruar, të thuash që është një nga grupet më të rrezikshme, nuk mundem ta them dot. Nuk mund të them. Për shkakun sepse e tërë profili organizatave shqiptare, të cilët kanë arritur të dominojnë qoftë në Amerikën Latine, por qoftë edhe në Europë, kanë po të njëjtin profil, pra janë të ngjashëm. Ne nuk mund të themi që vetëm ky grupi që drejtohej nga Çobo ishte më i rrezikshëm. Të tëra grupet shqiptare që veprojnë karakterizohen nga dhuna. Karakterizohen nga fakti që lidhjet mes tyre janë shumë të forta, për shkakun jo të një strukture dhe një fakti që është dikush që drejton dhe pjesa tjetër e grupit i ndiqet, por lidhja bëhet e fortë për dy element kryesor. Një, për shkak të lidhjeve klanore, të themi, qoftë farefisnore, por qoftë edhe lokale, dhe e dyta, nga frika e revanchit. Pra, kjo ka bërë që grupet shqiptare të kenë ekspansion, të themi, apo të zotrojnë zonat të caktuara në vendet e Bashkimit Evropian. Por megjithatë, e krahasuar kriminalitetin shqiptar me grupet e tjera të rajonit, mendoj se janë shumë më të dhunshme grupet e rajonit. Se sa shqiptare? Po.
Janë më të dhunshëm. Po të flasim për... Po ju them, aj sa unë kam lexuar, mund të gabojmë. Që kanë më të urtë çunat. Jo, shqiptarët kanë vetëm një problem, Land, dhe njerë. Me sa unë kam lexuar në tipologjinë e grupeve kriminale, shqiptarët ju pëlqen të duken. Pra, këtë sjellje, këtë arrogancën. Dhe kjo dukja lidhet te luksi? Te jeta e luksit? Këtë arrogancën që e shfaqim për ditë, bëjmë xhiro në blok, bëjmë xhiro ku duhesh ti. Do të thonë një Range Rover. Po, të përplas. Celular, do të thonë i tipit fundit. Po themi këto bijuteri. Bijuteri me këto. Arrogancën e krimit, siç është arrogante politika, po kaq arrogante është dhe krimi shqiptar. Do duke thënë që krimi shqiptar këtë arrogancën e merr nga politika? Apo politika e merr nga krimi? Jo, po themi që kështu jemi në shqiptarët. Dhe krimi shqiptar po të shohësh në vendet e Europës dhe aty bërtet. Ndoshta ndonjëherë kam menduar, se bëj krahasimin e grupeve kriminale të themi që janë në Maltezi, që janë në Serbi, që janë në pjesë të Kroacisë. Realisht kanë struktura shumë më të forta, kanë përfitime shumë më të mëdha. Por profilet e këtyre personazheve është profili shumë i ulët, nuk bijnë në sy. Ndërkohë që shqiptarët kanë rënë në sy. Mua më ndoshta lexuesit ose shikuesit tuaj do t'i dukem njeriu më naiv,